Rasti i djeshëm ku deputeti i LDK-s Armend Zemaj e groshtoi një qytetar vetëm pse i tha hajn, tregon krizën morale në cilën është përfshi LDK-ja dhe vetë deputeti Zemaj. Përderisa je përfaqësues publik, duhet me kuptu që do të kesh akuza, fyrje, sharje të ndryshme. Për mënyra se si reagon ndaj tyre tregon për karakterin e vërtet të individit edhe në këtë rast të deputetit. Deputeti nuk është thjesht një qytetar i zakonshëm, ai përfaqëson institucionin moral dhe kulturor edhe personal të tij, gjë që në këtë rast Armend Zemaj e ka shpërfaq karakterin e tij të dobët, të një njeriu i cili nuk është në gjendje me përballu presionin, dhe vetëm për një fjalë ai ka arritur ta godasë një qytetar të zakonshëm të këtij vendi. Imagjino se si mund të pandej një njeri i tillë të merr përgjegjësinë të ardhmen për ta drejtuar shtetin kur është i papjekur politikisht sa për mos ta duruar një fjalë të vetme. Për mua e papranueshme s'dyti është heqja e LDK-s dhe mos reagimi i saj, sepse LDK-ja do duhet të bënte një kërkim falje ndaj qytetarëve, për shkak se një deputet i saj e ka si thua ka bën një gjest jo të mirë ndaj një deputeti, ndaj një qytetari, dhe ka bën një veprim jo të mirë, gjë që e ka dëmtuar edhe vetë LDK-n. Nga një parti pacifiste, institucionaliste, LDK-ja është rikthyer në një parti të karrikeve dhe të grushtave. Kjo më së paku është pritur nga një parti e cila në gjenesë të saj e ka pasur tolerancën, e ka pasur respektin ndaj fjalës tjetër, e ka pasur demokracinë si hap mbi cilin duhet me ndërtu shtetin. Edhe Rugova po të ishte gjallë, unë jam i sigurt që do të turpëroj nga një veprim i tillë, mirë po jam shumë i sigurt gjithashtu që kjo fare nuk do të ndodhte, sepse Rugova nuk do të foste në listë njerëz të tillë, por jam i sigurt që edhe ishtat po ja dridhin presidentit Rugova, ata që sot nuk po e përfaqësojnë LDK-n ashtu siç duhet. LDK-ja po them prapë është dashur me përveç që të kërkoj falje për këtë akt të turpshëm, LDK-ja është dashur gjithashtu të shqiptoj masë disiplinore një deputeti që grushton një qytetar dhe jo të ndërmerr masa ndaj një kryetari të degës, siç është ai në Vushtri, i cili vetëm pse ka përfill vullnetin e qytetarëve atje po shqiptohet masë. Prandaj LDK-ja është këtu ku është, në vendin e tretë, dhe me shumë gjos do të mbetet këtu sepse nuk ka ndonjë parti të katërt, si thua, pretendente për ta marrë vendin e tretë se do t'ja merrte LDK-s. Se me këtë qasje, me këtë strukturë, LDK-ja vetëm është duke shkuar më poshtë. Kështu që Armend Zemaj ka bën një akt të turpshëm i cili duhet më dënu nga gjithë, por LDK-ja është dashur me u distancu nga një veprim i tillë. Përderisa nuk distancohet, LDK-ja thjesht po tregon se edhe ajo është si Armend Zemaj, dhe Armend Zemaj nuk e ka përfaqësuar vetëm veten, po e ka përfaqësuar edhe LDK-n. Kështu që ky është një akt i turpshëm, gjë që nuk ka ndodhur asnjëherë, që një deputet i parlamentit të Kosovës ta grushtojë një qytetar. Dhe shpresoj që mos ndodh kurrë, por Armend Zemaj e ka turpruar jo vetëm veten, por edhe partinë në cilën i takon.